Në këtë skenë ndodh një takim krejt i papritur. Handan shkon në restoran duke menduar se do të tarkoj me Samiun, por përballë saj gjen Fikretin, njeriu që i kishte dërguar lule një ditë më parë. Të dy kujtojnë se janë ftuar nga të njëjtit njerëz dhe krijohet një situatë shumë e sikletshme. Fikreti, si gjithmonë, sillet me shumë finesë dhe është gati të largohet vetëm që Handan të mos ndihet në siklet, por ajo vendos të qëndrojë. Gjatë darkës ai e surprizon me një pjatë të veçantë dhe i kërkon të provojë me sy mbyllur, duke i treguar se ndonjëherë gjërat duhen ndier jo vetëm duke parë. Pikërisht kur atmosfera fillon të zbutet, në restorant hyn Kenani me të fejuarën e tij të ardhshme, Oslemin. Kjo bën situatën edhe më interesante, sepse duket sikur fati po i bashkon vazhdimisht këta personazhe. Në këtë skenë, Handan përpiqet të qëndrojë e fortë, pavarësisht gjithçkaje që po përjeton. Fikreti e pyet nëse është mirë dhe i thot se e di se çfarë ka ndodhur. Handan pranon se tashmë të gjithë flasin për tradhtinë e burrit të saj me shoqen e saj më të ngushtë. Ajo ndihet e poshtëruar dhe mendon se njerëzit e shohin si naive dhe të mashtruar. Fikreti mundohet ta qetësoj. Ai i thotë të mos qetësohet për fjalët e të tjerëve, sepse më e rëndësishmja është vetë ajo. Madje i propozon të largohen nga restoranti, duke e kuptuar sa e vështirë është për të qëndrojë aty. Por Handan merr një vendim të fortë. Ajo thotë se dëshiron shumë të largohet, por nëse ikën, atëherë Kenan do të mendojë se ja ka arritur ta trondit. Prandaj vendos të qëndrojë dhe t'i tregojë se nuk do ta kontrollojë më jetën e saj. Ndërsa në këtë skenë tjetër, Handan merr një telefonat nga mikja e saj Nesliani, e cila i tregon për martesën e Kenanit dhe Ozlemit. Sipas saj të gjithë syt janë të drejtuar nga ata. Neslian përpiqet t'i jap forcë Handanit. Ajo i thot se as Kenani dhe as ish shoqja e saj nuk e kanë merituar kurrë dhe se ka bërë zgjedhjen e duhur duke u larguar. Handani dëgjon me qetësi, por më pas pranon se nuk po qan për Kenanin. Ajo është e zemëruar me veten, sepse nuk arriti të njihte kurrë njerëzit që kishte më pranë, ndihet e tradhtuar dhe e zhgënjur. Ndërkohë, Fikreti i tregon se i ka bërë gati valixhet dhe është gati të largohen. Handan vendos të nisë një jetë të re dhe i premton Neslianit se nuk do të harrojë kurrë për gjithë mbështetjen që i ka dhënë. Por pikërisht kur duket se gjithçka ka marrë fund, ndodh diçka e papritur. Handan imagjinon sikur Kenan shfaqet para saj. Në imagjinatën e saj, ai thërret me zë të dëshpëruar. Handan, mos ik, të lutem, mos ma bëj këtë, nuk mund të jetoj pa ty. Për një çast duket sikur Kenan është gati të bëjë gjithçka për ta ndaluar, por menjëherë kuptohet se kjo nuk është realiteti, është vetëm një mendim që kalon në mendjen e Handanit, një reflektim i asaj që ajo do të kishte dashur të dëgjonte shumë kohë më parë. Në këtë skenë vjen momenti që të gjithë e prisnin. Ceremonia e martesës së Kenanit dhe Ozlemit është gati të përfundojë. Zyrtari i gjendjes civile pyet fillimisht Ozlemin nëse e pranon Kenanin si bashkëshort me vullnetin e saj të lirë. Pa hezitim ajo përgjigjet po. Më pas vjen radha e Kenanit. Të gjithë presin që ai të thotë të njëjtën fjalë, por ndodh diçka krejt e papritur. Pikërisht në atë çast Neslian afrohet dhe i pëshpërit diçka në vesh. Askush nuk e dëgjoi se çfarë i thotë, por fytyra e Kenanit ndryshon menjëherë. Ai mbetet i heshtur dhe nuk arrin të japë përgjigjen. Në sallë krijohet një atmosferë tensioni. Të ftuarit fillojnë të shikojnë njëri tjetrin, ndërsa Ozlem nuk arrin të kuptojë pse Kenan po vonon. Për pak sekonda më vonë, Ozlem përpiqet të zgjojë nga mendimet dhe i thotë, Kenan, të gjithë po të presin. Edhe zyrtarja e ceremonisë i kujton se është radha e tij për të përgjigjur. Pas ceremonisë së martesës, atmosfera festive ndryshon papritur. Zhduke e Kenanit menjëherë pas dasmës shkakton habi dhe shqetësim mes të ftuarve. Fillimisht askush nuk e kupton se çfarë ka ndodhur, por shumë shpejt nis të përhapet një valë thashethemesh. Të gjithë pyesin të njëjtën gjë, ku shkoi Kenan dhe pse u largua pa i thënë askujt. Për Kenanin, kjo situatë kthehet në një makt të vërtetë. Ai ka frikën më të madhe në jetë se mos braktiset nga njerëzit që do, ndaj largimi i Handanit e të rondit edhe më shumë se sa dëshiron ta pranoj. Edhe pse sapo është martuar me Ozlemin, mendja e tij është diku tjetër. Ai nuk arrin të qëndrojë i qetë dhe nuk mund të imagjinojë faktin që Handan është larguar pa lënë asnjë gjurmë. Ndërkohë, Ozlem fillon të ndjejë se diçka nuk shkon. Kur nuk arrin të gjejë Kenanin pranë saj, paniku e pushton. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë dhe të mos lejojë
që të ftuarit të kuptojnë se diçka ka ndodhur, por tensioni rritet nga minuta në minutë. Organizatorët dhe familjarët mundohet të mbajnë situatën në kontroll, ndërsa në sallë vazhdojnë të përapen zëra dhe dyshime. Çdo bisedë e fshehtë shton edhe më shumë pasigurinë, duke kthyer dasmën në një atmosferë plot ankth. Kur duket se gjithçka po del jashtë kontrollit, shfaqet Kenani. Me një vendim të papritur, ai ngjitet në skenë dhe ndërpret muzikën, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Me një gjest romantik dhe të menduar mirë, ai përpiqet t'i dhurojë Ozlemit dasmën që ajo kishte ëndrruar gjithmonë. Të ftuarit shpërthej në duar trokitje dhe për disa çaste duket sikur gjithçka është kthyer në normalitet. Megjithatë, pas buzëqeshjeve dhe festës, problemet nuk kanë përfunduar. Ozlemi nuk arrin të largojë ndjesinë se Kenan po fshet diçka. Besimi mes tyre fillon të lëkundet që në ditën e parë të martesës. Ajo e vëzhgon Kenanin vazhdimisht, duke u përpjekur të kuptojë nëse mendimet e tij janë ende tek Handani, apo nëse ai është vërtet i gatshëm të nisë një jetë të re me të. Në këtë skenë, një burrë ndalon Fadin për të folur seriozisht me të. Ai kërkon që të harrojë gjithçka që ka parë në shtëpi dhe paralajmëron të mos i tregojë askujt asnjë fjalë. Sipas tij, nëse ky sekret del në dritë, do të krijohen edhe më shumë probleme. Ai kërkon Fadit të mos përzihet në këtë çështje dhe të mbajë gojën mbyllur, por Fadi nuk pranon të mbyll bisedën kaq lehtë. Ajo e pyet se çfarë do të ndodhë nëse vendos të flasë. Burri përpiqet ta bindë se përgojimi nuk i sjell dobi askujt dhe se në këtë moment është mirë që e vërteta të mos zbulohet. Megjithatë, Fadi e kupton se ai po përpiqet të mbrojë interesat e veta. Ajo i përgjigjet se ende nuk ka arritur asnjë marrëveshje dhe se fillimisht do të bëjë llogaritë e saj. Me këto fjalë, Fadi largohet duke lënë të kuptohet se sekreti është ende në duart e saj dhe se mund ta përdor kur ta shohë të arsyeshme. Në këtë skenë Kenan shkon tek Handani për të folur me të, por ajo i kërkon të largohet sepse ka nevojë të qëndrojë vetëm. Megjithatë, Kenan nuk pranon të ikë. Ai i thotë se ka bërë një rrugë të gjatë për ta takuar dhe i lutet t'i lejojë të kalojë vetëm këtë natë pranë saj, duke siguruar se nuk do ta shqetësojë. Handani nuk bindet lehtë. Ajo i kujton se vendimi për të zbritur nga anija nuk kishte marrë për të, por për veten e saj, sepse nuk do të pranonte në mënyrën se si po jetonte. Biseda mes tyre bëhet gjithnjë edhe më emocionale. Kenani këmbgul se Handani e bëri atë zgjedhje sepse ende ka ndjenja për të dhe nuk donte që historia e tyre të merrte fund. Por Handani ja kthen se ai nuk ka ardhur për dashuri, por sepse nuk e pranon dot humbjen. Ai i thotë se Kenan është mësuar të fitojë gjithmonë dhe nuk mund ta durojë faktin që këtë herë po e humb atë. Kenan e pranon se e ka të vështirë të humbas, por shton se është kthyer për krenarinë e tij dhe se nuk mund të pranojë të humbas Handanin. Në fund, Handani thotë se e respekton mendimin e tij, por vendimi i saj nuk ndryshon, edhe pse i kërkohet të largohet. Kenan vendos të ulet dhe të qëndrojë aty. Handani le vetëm në mendimet e tij, i uron natën e mirë dhe largohet, duke mbyllur skenën në një atmosferë plot tension dhe emocione të papërfunduara.